Vetëm pak orë para prajmit të sotëm, kurioziteti se kush do të largohet mes Armelës, Juelës, Lorës, Malit dhe Stenaldos është tepër i lartë. Sondazhe të shumta janë hapur për të pyetur publikun, ndërsa rezultatet paraprake tregojnë se Mali kryeson listën për të larguar me 38% të votave, duke u konsideruar si banori më i rrezikuar i këtij televotimi. Më pas renditet Lorna me 22%, më pas Lore me 15%, Stenaldo me 13%, ndërsa Armela dhe Juela rezultojnë më të votuarat për të qëndruar me përkatësisht 7% dhe 5% të votave për të larguar. Megjithatë, këto shifra ndryshojnë vazhdimisht dhe asgjë nuk është e sigurt deri në momentin e shpalljes zyrtare. Burime pranë produksionit bëjnë me dije se Mali rrezikon realisht të largohet, pasi konsiderohet se ka më pak ndikim dhe potencial në vijimin e lojës. Po ju, kush mendoni se do të largohet?